Me që të ndëruar për shëndetje, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Sot do të vazhdojmë me një video tjetër nga Ungjilli sipas Markut. Do të shikojmë sot Markun kapitulli 7, vargjet 24 deri 30. Do të shohim një mësim që e kam titulluar Besimi i palëkundur i gruas Sirofenikase. Le të lexojmë këto vargje fillimisht dhe pastaj do t'i shikojmë në detaj. Do të lexoj nga Biblia Pro, një Bibël që sapo e kam marrë, që është përkthyer drejt për drejt nga gjuha origjinale. Siç e shihni këtu në një anë kemi tekstin në gjuhën origjinale me përkthime fjalë për fjalë në të, dhe pastaj kemi tekstin në gjuhën shqipe. Këtë është vërtet një përkthim shumë i bukur edhe shumë i drejtë për drejtë. Kështu që le të lexojmë këto vargje fillimisht edhe pastaj të shikojmë se çka vërtet mund të mësojmë nga këto vargje. Marku kapitulli 7 vargjet 24 deri 30. Ja çka thotë. Tani, si u ngrit prej aty, Jezusi shkoi në kufet e Tirit dhe të Sidonit, dhe si hyri në një shtëpi donte që asnjëri të mos e dinte, mirë po nuk që e mundur të mbetej i padiktuar. Por me njëherë, kur dëgjoj për të një grua, bia e vogël e së cilës kishte një frymë të ndyrë, erdhi dhe ra para të këmbët e tij. Tani gruaja ishte Helene, me përjardhje Sirofenikase, dhe i kërkonte atij që ta dëbonte demonin prej së bijes. Dhe Jezusi i thoshte asaj: "Lëri së pari fëmijët që të ngopen, se nuk është mirë që të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh klyshve të qenve." Por ajo u përgjigj e i tha: "Po, o Zot, edhe klyshët e qenve poshtë tryezës hahen nga thërrimet e fëmijëve." Dhe ai i tha: "Për shkak të kësaj fjale, shko, demoni ka dalë prej bijes sate." Dhe kur shkoi në shtëpinë e saj, e gjeti fëmijën të shtrirë në shtrat dhe demoni kishte dalë. Ky është pasazhi që jemi duke shikuar sot, dhe lutem që Perëndia ta bekoj fjalën e tij. Por siç e shihni në këto vargje, shohim Jezusin duke e shëruar vajzën e një gruaje që vërtet kishte besim të palëkundur në fuqinë e Jezusit për shërim. Ky pasazh fillon duke na thënë në vargun 24: tani si u ngrit prej aty, Jezusi shkoi në kufet e Tirit dhe Sidonit. Nga vargjet paraprake dhe nga video paraprake, ne e dim se Jezusi ishte në rajonin e Gjenesaretit, një rajon ku në territorin e Galiles, ku shumica e njerëzve ishin judenj, edhe këtu ishte ku Jezusi kishte argumentuar me udhëheqësit fetar judenj, me skribët e farisejve, lidhur me traditat e njerëzve që ata i ngritnin mbi fjalën e Perëndisë. Edhe mbasi Jezusi e përfundon këtë, largohet nga ky vend dhe shkon në rajonin e Tirit dhe Sidonit, dy qytete këtu që ishin jo judeje, që gjendeshin në kufirin verior të Izraelit. Dhe kur Jezusi shkon në vargu 24 na thotë se dhe si hyri në një shtëpi, donte që asnjëri të mos e dinte, mirë por nuk që e mundur të mbetej i padiktuar. Për disa arsye që nuk na shpjegohen në fakt këtu në këtë pasazh, Jezusi nuk dëshiroi që njerëzit ta dinin se ai ishte aty në këtë shtëpi. Mirë po, kjo ishte e pamundur. Me siguri Jezusi dëshironte që të ketë pak kohë të qetë, sepse ishte duke u marrë vazhdimisht me ditë të tëra, me turma të ndryshme, me shërime, kështu që ndoshta dëshiroi që të ketë pak kohë të qetë. Mirë po, kjo nuk ishte e mundur dhe njerëzit e diktuan se ai ishte në këtë shtëpi. Edhe vargu 25 na thotë: por me njëherë, kur dëgjoi për të një grua, e bia e vogël së cilës kishte një frymë të ndyrë, erdhi dhe ra para të këmbët e tij. Pra, kemi një grua që vjen në këtë shtëpi. Ajo ka një vajzë të pushtuar nga një demon, të pushtuar nga një frymë e ndyrë. Mund ta imagjinosh edhe mshurinë që ajo ka në zemrën e saj duke e parë vajzën të pushtuar nga një demon. Kështu që ajo vjen te Jezusi me besim të plotë që ai do ta shërojë atë. Tash kjo grua nuk ishte judenje, nuk ishte izraelite. Nga vargu 26 në thotë se kjo gruaja ishte Helene, me prejardhje Sirofenikase, dhe kërkonte atij që ta dëbonte demonin prej së bijes. Këtu kemi një grua që nuk i përket popullit të Izraelit, nuk i përket religionit apo besimit judej, por në realitet
ajo tregon besim shumë më të madh se sa judenjet në kohën, shumica e judenjve në kohën e Jezusit. Shiqeni çka kjo grua bën. Fundi i vargut 25 thotë erdhi dhe ra para këmbëve të tij. Këtë shohim një grua që tregon një përullësi, një grua që tregon se ajo ka nevojë për diçka, me një përullësi të madhe. Po gjithashtu ky varg na tregon se kjo grua beson në autoritetin që Jezusi ka, ajo shtrihet para këmbëve të tij, bjen para këmbëve të tij. Dhe mbasi e bën këtë, ajo ka një kërkesë. Vargu në thotë dhe i kërkonte atij që ta sheh, që ta debonte demonin prej së bijes. Ungjilli i Mateut, kur është duke folur për të njëjtën të ngjarje, na thotë se kjo grua, Mateu 15:22, dhe janë një grua kananase nga ata kufit doli dhe threste duke thënë ki mëshirë për mua, o Zot, biri i Davidit, bia ime është demonizuar, keqës. Të thotë, ajo ka rënë për tokë para Jezusit, e quan atë Zot, e quan atë biri Davidit. Do thotë kjo grua ka informacione të sakta lidhur me atë se kush Jezusi është dhe po i lutet që ta deboj demonin nga bija e saj. Kjo gjë tregon se kjo grua vërtet beson se Jezusi ka fuqi ta bëjë këtë. Mirë po, ajo çka Jezusi bën në vazhdim është diçka që zakonisht nuk e presim nga Jezusi. Në mënyrë se si Jezusi i përgjigjet kësaj gruaje është e pazakontë. Dëgjoni çka thotë. Dhe Jezusi i thoshte asaj, ky është vargu 27. Dhe Jezusi i thoshte asaj, lëri së pari fëmijët që të ngupen, se nuk është mirë që të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh klyshve të qenve. Pse reagoi Jezusi në këtë mënyrë me këtë grua? Mateu në thotë se para se kjo grua të vjen dhe të bjen para këmbëve të Jezusit, ajo ishte duke i kërkuar që Jezusi ta shëronte, por Jezusi nuk i përgjigje asaj as pak. Do të thotë ajo nga larg është duke i kërkuar, o biri i Davidit, ma shëro vajzën, po Jezusi fillimisht nuk i përgjigjet as pak. Thjesht e injoron atë. Por kjo grua nuk heq dorë nga Jezusi vetëm sepse Jezusi po e injoronte. Ajo vazhdon të kërkoj atij për ndihmë. Dishepujt bezdisën fakt nga britma e kësaj gruaje. Dhe tek Mateu 15:23 thotë dhe dishepujt e tij ju afruan dhe ju lutën duke thënë lëshoje atë ose largoje këtë grua sepse po bërtet pas nesh. Në fjalë të tjera dishepujt i thonë Jezusit, thuaj kësaj gruaje që të largohet, se nuk do t'ja shërosh vajzën, thjesht hiqe qafe. Ose jepi çka të doj se na lodhi me këtë bërtim. Dhe mbas kësaj, kjo gruaja vjen dhe i bjen Jezusit para këmbëve. Dhe përgjigja e Jezusit, si thash, është lëri së pari fëmijët që të ngupen, se nuk është mirë që të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh klyshve të qenve. Tash shumë të krishterë ose disa të krishterë mundohen që ta zbusin pak këtë tekst, sepse u duket i vështirë. Dhe ata mundohen ta zbusin këtë tekst duke thënë që Jezusi ka pasur për qëllim t'u tregojë njerëzve sa i madh është besimi i saj. Kjo është arsyeja sepse Jezusi e bën këtë apo i fol në këtë mënyrë. Tash edhe pse kjo besimi i saj është vërtet që besimi i kësaj gruaje është vërtet shumë i madh dhe këtë do ta shohim në vazhdim. Po kjo nuk është arsye sepse Jezusi i flet kësaj gruaje në këtë mënyrë. Si të krishterë ne duhet të jemi të sinqertë, ta themi të vërtetën. Ajo që shohim në Bibël është se Perëndia e kishte zgjedhur popullin e Izraelit, i kishte zgjedhur judenjët si popull i preferuar. Ai i favorizoi ata, jo për shkak se ata ishin më të mirë, jo për shkak se ata ishin më të rëndësishëm, po thjesht për shkak se Perëndia kështu deshi. Ai deshi t'i zgjedhë ata për qëllimet e veta. Edhe Perëndia ka të drejtë këtu, ne s'kemi drejtë që ta vëmë atë në gjyq apo ta pyesim se pse bëri këtë apo atë. Ai është Perëndia, është sovran edhe mund të bëjë gjithçka që ai dëshiron. Por thjesht i zgjodhi ata sepse kështu i pëlqeu. Dhe gjatë gjithë jetës së vjetër ne shohim se Perëndia e përdor këtë popull për të sjellë profet, e përdor këtë popull për ta sjellë fjalën e Perëndisë.
fjalën e tij këtu në tokë tek njerëzit. Edhe normal kur Krishti erdhi, kur Perëndia vjen në këtë tokë si njeri, prioriteti i tij ishte që ai fillimisht të merret me judenjët, sepse këta ishin populli që ai specifikisht i kishte zgjedhur. Dhe Jezusi e ilustron këtë në këtë pasazh që jemi duke e shikuar sot. Jezusi i quan judenjët fëmijë dhe jo judenjët qen apo klysh. Tash në një familje, edhe fëmijët, edhe klyshët, që të dy ushqehen nga i Zoti i asaj shtëpie, por prioriteti janë fëmijët. Nuk është normale që fillimisht ti ushqesh qenet e klyshët dhe pastaj ajo që ka mbetet t'u japësh fëmijëve. Është e kundërta. Fëmijët ushqehen fillimisht dhe pastaj ajo që ka mbetet u jepet klyshëve dhe qenëve. Kështu që për shkak se ajo nuk ishte judenje, na pëlqeu apo s'na pëlqeu, kjo është që Jezusi i thotë kësaj gruaje. E quan atë qen, klysh. Ajo nuk i përkiste popullit që Perëndia kishte zgjedhur, popullit që Perëndia e favorizonte. Por kjo grua vërtet ishte diçka, edhe pse ishte pjesë e qenëve, pjesë e klyshëve, kjo grua ishte vërtet diçka veçantë. Ajo dinte se Jezusi është i gatshëm edhe ka mjaft edhe për të, ka mjaft edhe për klyshët, ka mjaft edhe për qenët. Jezusi, mban mend, kjo ngjarje është para se Jezusi të vdiste në kryq. Ne dim se Jezusi vetë që ai fillimisht kishte ardhur për popullin e Izraelit. Mirë po, mbas vdekjes në kryq, mbani mend, mbas ringjalljes, Jezusi thotë shepëve, shkoni dhe predikoni lajmin e mirë të gjithë njerëzve, duke filluar nga Izraeli deri në skajet të botës. Do thotë kjo ndryshon. Tash në ditën e mbas vdekjes së Jezusit nuk ka më dallim. Të gjithë njerëzit janë të barabartë, nuk ka më as judej as grek, kushdo që beson në Krishtin do të shpëtohet. Mirë, por kjo nuk ishte rasti këtu, kur kjo ngjarje ndodh. Edhe kjo grua, kur Jezusi i përgjigjet në këtë mënyrë, shiqoni çka kjo grua thotë. Por ajo ju përgjigj e tha, po o Zot, edhe klyshët e qenëve poshtë truezës haren nga thërrimat e fëmijëve. Çfarë përgjigje e bukur, çfarë përgjigje e përullur. Ajo e kuptoi analogjinë e Jezusit. Dhe ajo nuk u zemrua duke thënë, pse më quan mu klysh, jam unë ndryshe nga njerëz të tjerë? Jo. Ajo kuptoi se kjo ishte e drejta e Perëndisë. Ishte e drejta e Perëndisë që ai ta favorizojë një popull mbi një tjetër. Dhe thjesht i nënshtrohet këtij planit të Perëndisë dhe pranon veten se është si klysh, se është si qen, edhe i thot atij që po edhe klyshët pranojnë bekime nga i Zoti i shtëpisë. Wow. Vërtet e mëhnetshme. Si rezultati i kësaj përgjigje, ja çka Jezusi thot tek vargu 29, dhe ai i tha, për shkak të kësaj fjale, shko, demoni ka dalë prej bijes sate. E shihni si thot për shkak të kësaj fjale. Ishte për shkak të këtij qëndrimi që ajo grua kishte, që Jezusi e shëroi vajzën e saj. Kjo grua tregoi për ulësi, tregoi se kjo pajtohet me planin e Perëndisë dhe ato që Perëndia kishte vendosur. Kjo grua kishte kuptuar faktin se ajo ishte thjesht si një lypse, si një lypës që është në një situatë të vështirë dhe nuk meriton asgjë, dhe thjesht me përgjërime dhe me lutje është lumtur, edhe vetëm nëse kjo i merr thërrimat që bien nga trueza e fëmijëve për të ushqyer me to. Kjo vërtet ka një besim të madh. Asgjë nuk e kënaq Perëndin më shumë se besimi ynë kur ne kemi besim të madh në të. Kjo i pëlqen Perëndisë. Për ulësia është çka kjo grua shfaq këtu. Fjalët e urta 29:13 në thotë, kryelartësia e njerit e qenë poshtë atë, por ai që ka një shpirt të përullur do të ketë lavdi. Jakobi 4
Gjashtat, Perëndia I kundërvihet mendimdhënieve por u jep hir të përullëve, dhe kjo është çka Jezusi bën me këtë person. Përullësia. Kjo grua tregon përullësi dhe nuk ka Perëndisi pëlqen kur njerëzit janë të përullur, edhe nuk mendoj se ka një shembull më të mirë përullësie se sa kjo grua këtu në këtë rast. Edhe si rezultat, vargu 30 na thotë, dhe kur shkoi në shtëpinë e saj e gjeti fëmijën të shtrirë në shtrat dhe demoni kishte dalë. Kjo grua mori atë që ajo dishi, që ajo dëshironte nga Jezusi. Çfarë gëzime të madh duhet të ketë pasur ajo kur shkon në shtëpi dhe e sheh vajzën e saj të qetë në shtrat, duke fjetur në paqe, edhe demoni ishte larguar. Veç imagjinone pak. Kjo është ngjarja, janë 3 gjëra që I shohim në këtë grua që shkurtimisht dua t'i përmend, që është mirë që edhe ne t'i kemi në mënyrë që ta kënaqim Perëndin. Së pari besimi. Kjo grua kishte besim, ajo kishte besim të plotë se Jezusi mund ta shëronte, për atë arsye ajo shkon e gjen Jezusin edhe I kërkon që ta shëroj bien e saj. Së dyti, kjo gruaja tregon këmbgulje, ajo vazhdoi të kërkojë Jezusi për ndihmë, edhe pse fillimisht Jezusi e injoron, nuk I përgjigjet, ajo vazhdon të kërkojë, edhe ajo vazhdon të kërkojë edhe kur Jezusi në një mënyrë e ofendon me fjalët e tij. Pra besim, këmbgulje dhe në fund përullësi. Kjo grua nuk u largua nga Jezusi kur ai së pari e injoroi, nuk tha, s'po ma vë veshin, le të largohem. Kjo grua nuk e bëri, ajo vazhdoi që të kërkojë. Kjo grua gjithashtu vazhdoi që të jetë këmbgulse edhe kur Jezusi e ofendoi dhe e quajti atë qen. Ajo me dëshirë e pranoi këtë titull para Jezusit dhe tha se edhe qenët janë të varur nga ti për mëshirë, përullësia. Pra 3 gjëra: besimi, këmbgulja, përullësia. Këto janë 3 gjëra që vërtet I pëlqejnë Perëndis. Meq, le t'i lutemi Perëndis, sidomos ne të krishterët, le t'i lutemi Perëndis që t'i rrit këto 3 gjëra në ne. Ju falenderit edhe Zoti ju bekoft. Kalofshi mirë.